Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto experience. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Mirë se keni ardhur në Mendoje një herë. Sot do të flasim për parashikimin e motit. Jemi zgjuar me temperaturat e përtë larta. Kjo është e pazakontë për muajin maj. A ka një dorë që kontrollon motin? Për këtë pyesim Kedin. Mirëmbrëma Kedi. Mirëmbrëma. A ka një dorë që kontrollon motin? Duhet të thosh është një gisht. Është një dorë me 72 gishta që po bën çfarë doje aty dhe është dora Bill Gatesit. Është Bill Gates dhe shumë tjerë, domethënë. Bill Gatesi ka 72 gishta. Ka 72 gishta. Po herën e kaluar kishte 6. Kishte 6? Sa gishta ka gruaja Bill Gatesit? Nuk e di. 069. Nuk e njoh personalisht. Nuk do doja kur ta njihje. Kjo është diçka që ekziston që në vitet 60. Çfarë po bënin bisedë më përpara se mund ta kontrollojnë motin, çfarë teknologjie kanë më kontrolluar. Nuk e besoj që moti kontrollohet. Është shumë e vështirë. Duhet kërkosh diçka që quhet cloud seeding. Cloud seeding. Fakti që e thua anglisht nuk do thotë ishte vërtet, okay? Mbjellja e reve, seeding, put the seed, domethënë I know put the seed but it doesn't mean nothing to me. It means fakti që e kanë krijuar në vitet 60 këtë gjë, edhe e ka NASA gjithashtu si teknologji, thjesht krijimin e reve artificiale e bën kështu casually, ta kesh kështu. Që në vitet 60 ka një dokumentar që e kanë bërë për këtë, ka qenë pjesë e Top Gear. Për çfarë bën NASA këtë? Përdoret për bujqësi. Super program. Përdoret për bujqësi në thonjza. Kjo është qëllimi për çka kanë krijuar, sepse për të ndihmuar të mbjellat. Krijimit, po, për të shkaktuar shi, për shembull. Për të shkaktuar shi që është një re që e ka shiun aty, por nuk e dim kur do e hedhi, kështu që i kalojmë me avion sipër dhe i shpërndajmë çik krip aty. Edhe pastaj e hedh shiun. Pjesë e agjendës dhe planit. Ka Salt Bay. Po, duke bëhet i hedh krip sipër reve dhe pastaj bie shiu. Është fenomen i vërtet, mund të bëhet dhe me argjend, pastaj domethënë me kështu mënyra të tjera ionizime. Po për çfarë më harxhu? Me krip 200 lekë, i pako kripës. Po ke në Vlorë të kripori atje. Që të bën të mendosh pse nuk e bëjnë dot këtë gjë për fikën e zjarreve. Ke parasysh të zjarret masive që ndodhin për shembull vit për vit në Amerikë, për shembull që ndodhin për zjarret. Ka një teori që thotë që janë zakonisht të qëllimta. Janë gjithmonë disa njerëz dashakeq që mund ta bëjnë për inate personale. Kurse këtu te ne është thjesht një bari që ka ndezur një cigare dhe ka hedhur pa dashje aty. Gjithmonë. Është gjithmonë një bari që ka ndezur një cigare. Unë nuk e besoj atë. Çdo kush nga ne ka hedhur një cigare te bari dhe ka vurë që nuk ka atë efektin që na thon, sidomos në efekte shumë të mëdha, sa më u djeg një pyll. Ka përshtypjen se është e qëllimshme, por është me i bë tym një lajm tjetër, si gjithmonë. Unë bazoj teoritë konspirative nga Amerika, sa atje ka 300 milion banor, atje ndodhi më haptas gjëra. Si bazon nga Amerika? Sepse atje nisin. Frymëzosh nga Amerika? Jo frymëzojmë, atje nisin. Edhe pastaj fillon e shef që po bëhet e njëjta gjë 10-20 vite më vonë edhe në Europë. Po atje nis, atje është. Pra janë njerëz që janë skeptik. Është 6. Edhe IQ-ja amerikanëve është 6, që thjesht provojnë gjëra, se jo kam thënë edhe herë tjetër, që thjesht provojnë gjëra. Hajt shohim ç'a ndodh nëse ja bëjmë këtë gjë. Domethënë ata kanë provuar shijen e shiut, i ka dalë me krip dhe kanë menduar që është dikush që hedh krip për të formuar rreth edhe për të patur shi? Jo, shifën ndryshime klimatike që s'janë pa ndonjëherë. Domethënë është kjo që ndryshimi i stinëve kjo. Mos e kemi psikologjike? Jo. Mos nështë kështu ka qenë gjithmonë. Psikologjike, jo. Vera është e nxehtë, dimri është i ftohtë. Po, nuk është kaq e thjeshtë, domethënë supozohet nuk zgjat shiu 1 orë. Sa zgjat shiu? Shiu supozohet zgjasë me ditë, do të zgjasë 3 ditë, domethënë në kushte normale. Nëse zgjat 1 orë, nëse e ke diell tash që ndodh në Tiranë, ndodh dita ditës, e ke diell, merr syze me vete që unë kam me mua e ka personale, kur unë marr syze bie shi. Pa pritur bie shi 1 orë, bie përmbytet gjithë Tirana e pastaj del dielli prapë. Shikoj, përmbytja e Tiranës nuk ka të bëjë fare me atë. Ka të bëjë me probleme infrastrukture, çështje kanalizimesh, s'ka lidhje. Jam dakord. Unë po them shiu, jo përmbytja e Tiranës, unë po them shiu. Si ra shiu një. Nuk shiun. Unë rri mat shiun, ë? Wow. Nuk e pse më të thjesht të verë. Dhe zakonisht është vetëm 1 orë. 1 orë në ditë shi? Nuk ka pse të jetë 1 orë, mund të jetë shumë në sasi. Çfarë intervalesh ka? Është shumë shi njëkohësisht, pastaj thjesht ndalon. Kjo është e çuditshme, kjo nuk supozohet të ndodhi, kjo
sipas me tregon që reja ishte artificiale dhe dikush e hodhi pak krip sipër. Ka dhe këtu te ne re artificiale? Patjetër. Kjo si shef ato vizat të avionëve, me ato tymin që lëshojnë avionet nga mbrapa. Mi ke pas si luajn tic-tac-toe në qiell avionet? Po, avioni do fluturoj. Po ajo tymi që nxjerrin nga mbrapa, tymi i bardh që lën mbrapa viza, po kalon një avion. Fix fare. Prit mendoj dëshirë. Dëshira është me yje. Kjo quhet water vapor, do të thonë avull ajri. Kjo shkencërisht me faktor kimik, do të thonë kjo supozohet të rrinë në ajër 5 minuta, 10 minuta. Vetëm 1 sekond. Okej, këtë gjën e bëjnë avionët. Po avionët kalojnë edhe gjatë stinës së verës, dhe nuk është se bie shi, me thënë të drejtën. Po nuk kanë pse bëhet për shi, kjo është për re artificiale. Kjo qielli është bosh tani, s'ka se re dhe ka shumë avion. Në qoftë se shef pas 2 orësh jo bosh. Plus që mund t'i dallosh, për nuk janë re kështu. Tash për momenti ka ndryshuar dhe mënyra se i vizatojnë kalamajt ret. Sa për disa po kalojmë nga temën temë, do të thonë dikur ret vizatoheshin nga kalamajt kështu si copa pambuku në qiell. Tash ret funksionojnë ndryshe. Se si bëhen tani? Tash ret janë si formë batanie. Shef një qiell plot me re, do të thonë është si një batanie e madhe që ka mbulu komplet qiellin. Ajo nuk është normale. Ne na duket normale. E kanë vendosur të filmat e kalamajve, domethënë vizat e avionëve plus re të tilla që shkakton që ti vizatojnë kalamajt në këtë mënyrë. Sot kanë ndryshuar vizatimet e kalamajve, që është mënyrë programimi, më ju thon që qielli me këto viza të bardha është normale, kështu që e vend të filmat e kalamajve me i programu. Ato vizat e avionëve nuk supozohet të qëndrojnë më shumë se 5 ose 10 minuta. Është thjesht avull uji me shkencë. Kështu që nëse zhduket mas 5 minutash që ka një avion normal. Nëse qëndron aty për orë dhe hapet dhe bëhet e re, ka një qëllim tjetër. Cili është qëllimi? Është plot me kimikatat. Qëllimi mund të jetë çfarë do, mund të jetë depresioni sezonal. Është një sektor, një kështu hejxhari i depresionit, që quhet depresioni sezonal. Që njerëzit të mërziten edhe të gjejnë këngët e Yllimanit. Po. Kjo është për të shtyr views-at e Yllimanit. Sa duket, sa paguajnë depresioni sezonal është i vërtetë, domethënë ti je e mërzitur automatikisht thjesht se ka vranësirë. Është e pranuar nga psikologjia. Ka njerëz që pëlqejnë shijon. Po. Mos do thotë gjë kjo. Vranësira në përgjithësi shkakton vrejtje, shkakton siç është e vrenjtur koha bësh dhe ti i vrenjtur, as above so below. Kjo mund të jetë qëllimi i parë, domethënë plus qëllimi i dytë mund të jetë i tuf kimikate që i kanë hedh plus aty te ti po thua që dikush atë lart është lënduar nga e dashura, e thot po i mërzis gjithse edhe unë jam i mërzitur. Këto janë teori konspirative, domethënë gjysma janë nuk janë ndonjëherë 100% vërtetuame. Nuk të sakta, domethënë 100% se ka njerëz të fort pas kësaj më kej. Pse duhet ta bëjnë këtë? Pse duhet na shkatrojnë Terezinë dhe të ketë stinë të tilla? Kaq të çuditshme. Argumentin që ka dhënë Bill Gates, për shkakun që duhet i bëjmë këto rrjet artificiale, që ka pranuar që duhet i bëjmë këtë si formë batanie sepse ka ngrohje globale, duhet ta ftohim botën. Ajo është gjë e mirë pastaj. Po shkakton shumë faktorë tjerë, shkakton shumë probleme tjera. A nuk mendon ti që duhet një zgjidhje në këtë rast, se ne po përjetojmë mod ekstrem dhe ka edhe fatalitete, temperaturat janë normale, po shkon nga 40 në 50 ndoshta. Thelbi është që nëse e lëm natyrën diku te 10 vite rehat pa budalliqet tona, do kthehet çdo gjë në normalitet. Çdo gjë për 10 vite. Mjafton të mos e prekim, mjafton të mos bëjmë nga këto gjëra. Sidomos, domethënë mirë do ishte me këto fabrikat e mëdha që ngrohja globale nuk është se nuk po ndodh, domethënë thjesht mund të ndërtojmë teori konspirative që nuk janë 100% vërteta. Se ka njerëz që mendojnë se po e bën djalli këtë punë. Të jap një rast, ka këto të avionëve se nuk ka kush mund ta ketë hedh tjetër. Tash për momentin ka alumin dhe barium në ajër. Janë dy element. Alumini po shkakton shumë probleme me bletët, që do shkaktoj shumë probleme tjera pastaj, dhe bariumi po shkakton probleme me mushkëritë e njerëzve. Po këto mizat e Bill Gatesit që më përmendë herën e kaluar? Mushkonjat. Po ato janë për gjë tjetër, ato janë me na vaksinu pa leje. Jo. Alumini në ajër? Si gjën gjë ato vetëm bletët, ë? Po ai mund thjesht të bëj që mos ndikohen nga alumini, nëse ka nërmend me shpërnda vaksinën pa na pyet, është thjesht element kimik që ja bën aty. Mund të bëj çfarë dojmë atë mizën. Thelbi është që këto që vjet e re që ka alumin dhe barium në ajër. ALBA, që i bish dikush ka hedh baal në ajër. Dhe njerëzit mendojnë se po e bën djalli shërben në këtë botë. Djalli ka emër. Ka një Lucifer quhet. Ka një institucion që e pranon që merren me këtë profesion, domethënë me një spray ajri, me këtë merren që quhet Satan. Për ne po them që është e vërtet Satan SRM 360. Edhe njerëzit e çojnë deri në fazën e fundit e mendojnë është djalli në tokë duke e bërë këtë gjë. Nuk është ndonjëherë 100% e vërtetë, është gjysma. Është kjo që bën, e ke parasysh kur merr pemën e vitit të ri që do ta bësh sikur ka rënë borë, është ai spray. Po.
Satani. Jo? Satani, jo. Satani është institucion që e pranon që merret mes Nuk e qartë fare. Nuk më bën, si i qartë. Okej, ç'është spray? Ka njerëz që përdorin spray për të bërë shi. Po jo spray për shëtull, spray, domethënë kimikatet, po aluminin dhe bariumin, po i hedhin në ajër me këtë. Me atë të avionëve, me atë gjën e bardhë, po i hedhin në ajër. Paguajnë njerëz për këtë. Okay. Sa për kështu domethënë, me të bëj pyetje si logjikon ti. Kjo Satani përkthehet stratosferik aerosol transport and nucleation, që domethënë është Satana. Nuk gjenin dot në emër tjetër. Po si ka vinin? Po mund ta bëte për shembull Saturn, sepse aja e dytë Satan stratospheric aerosol transport and nucleation. Është e qëllimtave kjo. Hiqe and. Për ç'a United States of America, USOA. E vetë of aty, pse and? Është me qëllim, nuk mund ta quhet dot Saturn. Ose Satan për shembull. Sadna dhe Ragni. Dhe të quhet çat do, pse do ta quhet Satan. Ajo është me qëllim. Pse si avunës del, ha? Do ishte shumë mirë. Mirë do ishte. Çdo gjë që mos t'i bëjmë njerëzit mendojnë që ka ardhur djalli në tokë dhe po kontrollon motin. Këto nuk janë ndonjëherë 100% vërteta. Ky emër zgjedhet kështu për t'ju çuar ju të mendoni që djalli po e kontrollon motin. Në fakt është thjesht Bill Gatesi. Është Bill Gatesi. Po. Ka që thjesht është. Edhe kanë shumë kohë që mundohen me bë këtë gjë, është cloud seeding ekziston si pjesë e NASA-s që në vitet 60. Po, e përmendë. Që para se të lindi babi im, po ta mendosh sa koka këtu dhe ja ku janë njerëzit që si mund ta bëjnë këtë gjë me motin, se mendoni se teknologjia është vetëm me kriju laptopin. Jo. Kështu. Okej. Jemi të qartë. Kështu. Sipas menimit tim, e kanë çdo gjë në dorë, po e bën kështu, e ka me buton shi. Ne thjesht duhet të mbajmë çadër me vete. Gjithmonë. Edhe syze. Kan atëherë, edhe xhaket. Ta kemi. Do na marrim malli për atë këngën. Kështu si po ndryshon moti, shi bie në Tiranë. S'ka mashim. Vetëm kur ti teket Bill Gatesit. S'ka shi, po ka reklama. Pas pak në studio. Faleminderit Klinika Europiane e Syrit që mbështet mendoja një herë me në krye doktor Kastriot Boricin, një emër i njohur në okulistikën shqiptare. Për çdo problematikë që mund të keni me syt tuaj, ne ju sugjerojmë Klinikën Europiane të Syrit. E gjeni fare lehtë në komunën e Parisit. Falenderojmë Eurocall Service, kompaninë lider të gjeneratorëve në Shqipëri. Të pranishëm në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi, ata garantojnë energji kudo që jeni. Prej 35 vitesh në treg, Eurocall Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Faleminderit që na mbështesni. Në Electromagic do të gjeni të gjitha brandet premium. Provoni cilësinë e vërtet me pajisjet dhe elektroshtëpiake të Miele, KitchenAid, Teka dhe Hagen. Provoni eksperiencën vetëm Electromagic. Falenderojmë Simak Albanian, ku mund gjeni akses në makineri industriale të avancuara për përpunimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider europian. Instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investon performancë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Faleminderit Smart Home Albania për teknologjinë që na e bën jetën më të lehtë. Jetoni më zgjuar vetëm me Smart Home Albania. Ne këtu në studio mendojmë që rret bëhen nga kripa dhe ka një buton që kontrollon të gjitha ndryshimet klimatike. Por çfarë mendon e ftuara jon, Lajda Porja, meteorologe? Mirëmbrëma dhe faleminderit që na e bashkuar në studio. Mirëmbrëma, Mirësej. Është një temë që shkakton shumë debat edhe në perceptimin e përgjithshëm të njerëzve, të paktën të bisedave që ne bëjmë në përditshmëri, duket sikur njerëzit mendojnë që stinët kanë ndryshuar. Tani është perceptim emocional apo ka ndryshime reale klimatike? Nëse do të flisnim për konceptin e zhdukjes së stinëve me një koncept që deformim të stinëve, patjetër që kjo ka një ndryshim. Ne kemi deformim të stinëve. Ne po e vëmë re që të paktën në 3 dekadat e fundit, ndryshimet klimatike kanë bërë që stinët të mos jenë ato stinët klasike, por ende tipare dalluese janë, për sa kohë që toka rrotullohet rreth diellit, stinët do të ekzistojnë. Patjetër ne nuk mund të themi që do të na zhduket stina e verës apo do të na zhduket stina e dimrit, jo vera, lutem. Sepse ne patjetër që e kemi stinën e verës, ajo çfarë ka ndryshuar është që vera, nëse flasim për verën tipike mesdhetare, vera është bërë më e gjatë, pra zgjat më shumë në kohë, duke i marrë vjeshtës. Ne gjithmonë, nëse flasim edhe thjesht fare, kemi bërë plazhe edhe për gjatë shtatorit, tetorit. Ka qenë vera 2023 që është frekuentuar Bregdeti deri në nëntor, pra duke marrë edhe 2 muaj të stinës së vjeshtës, dhe më pas kemi parë që vjeshta ka marrë nga dimri, ka marrë dhjetorin, duke bërë dhjetorin një muaj të ngrohtë dhe të lagësht dhe as pak tipik të dimrit, dhe më pas kemi parë që dimri ka nisur janar shkurt duke i marrë pranë verës.
pra kemi shtyrje ose ndërhyrje të stinëve ndërmjet njëra tjetrës, por stinët ende dhe tipare dalluese të saj ekzistojnë akoma. Se çfarë do të ndodh në të ardhmen, pa diskutim ne përshohim që të paktën un kam të paktën afërsisht 20 vite eksperiencë në këtë fushë, po ka të paktën shumë vite, 30-40 vite që ndryshimet klimatike kanë bërë që të kemi ndryshim të motit në rang global dhe jo vetëm në Shqipëri. Tani kur themi ndërhyrje, kush ka ndërhyrë? Ndryshimet klimatike nga shkaktari kryesor është ngrohja globale në fakt. Kanë bërë që stinët të mos jenë në parametrat tipike klasike. Unë kam parë të paktën personalisht për Shqipërinë, edhe temën e Masrit që e kam mbrojtur, e kam patur fiks për temperaturat, pra si kanë qenë temperaturat mesatare vjetore nga viti 1950 deri në 2012, se në 2012 e kam mbrojtur. Dhe nuk ka patur ndryshime të forta, besoj. Dhe si do të vijonin deri në 2050 dhe afërsisht 2100, sepse bëhet kjo me anë të analizave dhe matematikore, bëhet një trend më shumë, dhe në fakt temperaturat ishin temperaturat me vlera normale, marrim vitet 60-90, kjo edhe vendosur nga Organizata Botërore e Meteorologjisë, që është periudha me klim normale, dhe në fakt çdo periudhë të klimës e krahasojmë pikërisht me këtë 30 vjeçar që janë vendosur disa parametra, disa pragje për reshjet, disa vlera termike që unë mendoj tashmë ka ardhur momenti që duhen ndryshuar. Si kanë ndryshuar temperaturat? Pas viteve, nga vitet 2000 dhe pas viteve 2000 kanë patur një trend në rritje të jashtëzakonshme dhe sidomos në dekadën e fundit ne kemi parë që në çdo muaj, jo çdo vit, por në çdo muaj temperatura mesatare mujore ka qenë më e lartë. Nëse flasim edhe e krahasojmë fiks edhe për këtë muaj, ne kemi patur një maj i cili ka qenë relativisht i freskët. Jemi aktualisht me temperatura 36 gradë. Temperatura normale për majin, ajo çfarë duhet të jetë të klimës klasike, duhet të jetë më e larta 25 gradë. Pra maji regjistron temperaturën më të lartë kryesisht në Sarandë dhe në Berat, 25 gradë. Ndërkohë e gjithë kjo javë do të jetë 34, 35, 36 gradë. Pra është 10 gradë, 11 gradë mbi vlerat mesatare, që është një gjë çfarë po ndodh, është një gjë e jashtëzakonshme kjo. Aktualisht nëse flasim fiks për rastin konkret, ne e kemi thënë dhe më përpara dhe në media të tjera që ka startuar El Niño, i cili është një fenomen që ngroh sipërfaqet ujore, është në paqësor dhe El Niño ndikon, El Niño ka startuar në maj dhe pritet që të qëndrojë, dhe kur kemi fenomenin El Niño, ne presim 3 deri në 6 muaj periudha me temperatura të larta, siç është e kundërta kur kemi La Niñën që e kishim përpara një viti, dhe kur kemi La Niñën kemi periudha të shkurtra me temperatura të ulta, por duhet të theksoj që edhe La Niña, një fenomen që duhet të sillte temperatura shumë të ulta, nuk ndodhi, pra ishte shumë i zbutur. Vërtet ne patëm një temperaturë minimale në Rusi dhe reshje dëbore që nuk ishin parë. Po kjo nuk mundet kurse si 2 ditë me temperatura ekstreme, dhe sikur në Shqipëri të shënohet minus 25 gradë 2 ditë, të ul trendin, nuk mjafton të ul trendin që gjithë muajt e tjerë shënojnë temperatura mbi. Ata kanë La Niña, ne kemi plakat e prillit, vetëm kjo është nuk është diçka normale kjo ose e pritshme që është me cikle. Mbi fjalën në vitet 1850 vjetre diçka që e quajnë një mini periudha kullnajash. Kështu që e quajnë. Dhe pastaj pritet ngrohje që do zgjasë 100-150 vite dhe pastaj ftohet prapë dhe pastaj ngrohet prapë. Nuk është me cikle. Jo, jam dakord që është një cikël, por duhet kemi parasysh që çdo gjë ka ndryshuar në natyrë tashmë. Vet natyra, vet gjelbërimi, vet bimësia, vet infrastrukturat që janë bërë në rang global dhe jo vetëm në Shqipëri kanë ndikuar në gazet serë, dhe kjo është një fakt që qëndron. Po shkon drejt shkatrimit. Ne nuk mund të themi që
nuk jemi më tek pyetja a ekziston apo jo ngroja globale, gjë e cila ishte përpara 30 viteve ndarë në dy pjesë. Disa mendonin që ekziston dhe disa mendonin që nuk ekziston. Po njëjta gjë dhe Ky është një fakt shkencor, është një fakt shkencor. Sepse problemi me narrativën që na shtyhet. Është tjetër gjë se si mund ta përdori politika, ekonomia dhe tjetër gjë nëse flasim për ambiente shkencore. Në ambiente shkencore është një fakt që gazet kanë bërë që ngroja globale të sjellë ndryshimet klimës. Pse? Flasim vetëm për territorin shqiptar me fakte reale. Se janë të dhënat që nuk të lejojnë të gënjejnë të dhënat reale. Po e përjetojmë dhe ne ngrojen globale, po thua. Edhe pse në një sipërfaqe shumë më të vogël dhe popullsi shumë më të vogël në numër. Territori shqiptar ka një verë të shkurtër dhe të nxehtë dhe një dimër që është relativisht i butë, i lagësht. Ne kemi padur një dimër, një janar dhe një shkurt të këtij viti që kanë qenë shumë të ngrohtë. Pra nuk kemi padur ditë të vërteta dimre. Nuk bie më borë në mare. Reshje dobore po bien vetëm në zona të thella, nuk kemi padur reshje dobore mjaftueshëm edhe në zonat malore. Kemi padur një shkurt i cili ka qenë i ngrohtë. Kemi padur një shkurt, një janar dhe një shkurt që edhe pse kanë qenë muaj tipik dimri, kanë qenë tipik si vjeshte, sepse kemi padur përmbytje. Kemi patur shumë shira, ka qenë shumë i lagësht dhe nga se ka ardhur kjo? Nga që ka qenë i ngrohtë dhe temperaturat kanë qenë të larta. Pra temperaturat e janarit dhe të shkurtit kanë thyrë rekorde si 2 muaj me temperaturë deri në 2 apo 3 gradë mesatarja mujore. Po, e kuptoj. Edhe jemi të bindur për këtë, e pohojmë, jemi në të njëjtën mendje me ty kur themi që ka ndryshime klimatike. Ama si mund të besojmë ne te ngroja globale kur ka shumë raste, siç është rasti i Dubait, që rreshtet e shiut prodhohen artificialisht? Ka arritur teknologjia në disa vende, në fakt edhe në Kinë, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur duke qenë se të bazuar që klima po ndryshon dhe vendet që kanë problematike me rreshjet. Pra periudhat e thatësirës tashmë janë më afatgjata krahasuar me para viteve 90. Pra nëse para viteve 90 kishim një shpërndarje homogjene të rreshjeve, edhe në Shqipëri dhe jo vetëm në Dubai rreshjet bien për 2 javë. Pra rreshjet normale duhet bien për gjatë një muaj, 2 javë. Ndërkohë ne kemi 3 javë vetëm diell, kemi 48 orë rreshje dhe jo vetëm që bie sasia shkakton përmbytje pastaj. Po, jo vetëm që bie sasia mujore, te i kalohet në janar kishte rreshje Lezhë, Shkodra, Tirana, Durrësi, edhe pse ne patëm përmbytje edhe për shkak edhe për faktorë të tjerë, patjetër, edhe faktorë të tjerë, por mund të flasim edhe për përmbytjet e Madridit, Valencës dhe qytete. Po pra që janë qytete që kanë një infrastrukturë të jashtëzakonshme. Jo. Ndryshimet klimatike kanë bërë që fenomenet të kenë një shkallë agresiviteti më të lartë. Që do të thotë, nëse ne nuk e kemi tipar të klimës, të kemi uragan, janë parë stuhi, në mesdhe, në brigjet e Spanjës dhe të Portugalisë, që po i krahasojnë meteorologët me uragan dose të një shkallë më të ulët, që do të thotë, fenomenet ekstreme janë më shumë prezente, pra janë më të shumt në numër dhe ka një shkallë agresiviteti më të lartë. Kemi parë breshër sa një portokall. E vërtet. Sa një shalqi. Sikur të binin portokallet dhe ishte mirë po. Kurse për sa i përket asaj që cekëm më herët për rreshjet patjetër që krijohen me anë të kripës, me anë të kristaleve të argjentit, të akullit, duhet jetë patjetër një mot i cili duhet jetë kryesisht i vrenjtur, monitorohet, vërehet, duhet ketë brendësira, duhet ketë lagështirë mjaftueshëm dhe këto shira po përpiqen që a do të mund të krijojnë rreshje shiu që ato t'i fusin më pas në punë për bujqësi apo për gjëra të ndryshme, pavarësisht se situata doli jashtë kontrollit në Dubai para një viti, sepse ato patën një stuhi e cila prodhoi më shumë rreshje nga ç'ishte imagjinuar ose projektuar që do bëheshin, edhe duke qenë se vetë disa vende edhe nuk janë të përgatitur me fenomene të tilla, është sikur të ndodhi një tsunami, gjë cila nuk do në mesdhe ose një tornado ose një uragan, gjë cilat nuk janë në fakt fenomene që i takojnë klimës tonë. Klimës tonë më shumë ne kemi përmbytje nga rreshtet e shiut, kemi valë të nxehtë dhe këto janë më shumë që i përkasin Amerikës. Dhe ata në fakt janë të projektuar dhe të përgatitur për të pritur një uragan. Ndërkohë, edhe në Dubai nuk ishin mjaftueshëm të përgatitur dhe ranë shumë rreshje, ranë mbi 300 mm, po 300 mm në 24 orë është jashtëzakonshme.
Çfarë është ky projekti HARP? Projekti HARP është për kontrollin e motit në mënyrë artificiale. Po kjo totalisht më korrigjon nëse kam gabim, pse nuk përdoret për këto shurje të zjarreve që ndodhin vit për vit në Amerikë, për shkakun ka gjithmonë një skandal, një zjarr në pyll masiv që nuk e fikin dot, që nuk e dinë si nisi. Nuk mund ta bëjnë me zjarr fikse natyrale nga qielli atë. Jo, mendoj që edhe zjarret që përfshin Floridën, në mos gaboj, mendohet që janë të qëllimshme dhe që ishte mundësia 100% për ta shuar. Këto janë, domethënë këto janë më shumë politike që i bëjnë. Këto po testojnë akoma në mjediset shkencore për shiun. Nervatan. Po testojnë për shiun. Çfarë po testojnë? Po testojnë për shiun artificial për gjithë ato vende të cilët nuk kanë rreshje. Edhe ne kemi patur. Goxha zjarre këtë vit, vitin që 3 vitet e fundit ndoshta është justifikuar me zjarrvënie të qëllimt, ndoshta një bari që ka pirë një cigare, aty është gjithmonë një bari. Është e pamundur që ti në momentin që ke një zjarr ti në këtë moment pikërisht do të krijosh këtë shiun artificial të cilën ne, sepse unë e theksova pak më përpara, ti nuk mund ta kesh gati, sepse ti mund të kesh një qiell i cili është totalisht i kthjellët, që mund mos ketë fare lagështirë dhe ti mund të fusësh inpute sado fillestare, kristale, kripe dhe akulli, po është e pamundur për duhen edhe kushtet, duhen të studiohen, duhen edhe kushtet të bëhen ideale për të pasur rreshje. Nuk mundet ta bëjmë në këtë moment dhe do shtypim butonin dhe do ketë shi. A mund ta bëjmë në Shqipëri? Jo, s'ndodh. Në Shqipëri ne jemi ende të prapambetur me teknologjinë e monitorimit si e masim motel apo e monitorimit për të parë, domethënë jemi akoma më mbrapa me teknologjinë për ta parashikuar se fatmirësisht ndryshe nga tërmetet, fenomenet ekstreme të natyrës, ngjarjet ekstreme të motit janë të parashikueshëm lehtësisht 3-4 ditë përpara, ty të jep modeli klimatik një sinjal që dy do të ndodhë një ngjarje dhe ku do të ndodhë kjo ngjarje. Ti mund mos t'jesh i sakt 100% sa do të ketë rreshje, por nëse është ngjarje ekstreme apo një ngjarje normale, këtë lehtësisht e përcaktueshme. Lejta, cilat janë këto përfitimet ekonomike ose politike për ata që arrin ta kontrollojnë motin dhe duan ta kontrollojnë motin dhe ndryshimet klimatike? Po këto janë më shumë janë politikat që bëhen për interesat e tyre, për sa i përket pjesës tjetër që ka të bëjë me bujqësinë, patjetër që ka dëme, është dora e njeriu që ka ndërhyrë deri në ekstrem në natyrë dhe natyra si thua po ja kthen me të njëjtën monedë, është mungesa e gjelbërimit në territorin shqiptar janë nuk investohet pothuajse fare. Bëhet çdo herë në për çdo studio emisione për ndryshimet klimatike, fonde ka pa diskutim, edhe thjesht për ta diskutuar dhe për të folur, sepse nuk është se ne kemi një klim të mrekullueshme. Jo, ne jemi pjesë e globit. Si gjithë globi ka ndryshim të klimës, anomali, deviencë, deformim të stinës, edhe Shqipëria. Ne nuk kemi një klim të mrekullueshme? Ne kishim një klim të mrekullueshme. E kemi humbur? Derisa ndërhyri Bill Gatesi. Ne kishim, por patjetër që ndryshimet klimatike ka bërë që Shqipëria të ketë prezente shumë raste përmbytje dhe përmbytjet në territorin shqiptar, qoftë edhe në janar, qoftë edhe në shkurt, qoftë edhe ndër vite, patjetër që sjellin probleme, duke qenë se edhe Shqipëria ka një paktën në 30 vite ka një infrastrukturë dhe një mbipopullim në disa qytete krejt ndryshe, siç është Durrësi, siç është Vlora, siç është Lezhë ka dhe faktor të tjerë duke qenë se ka dhe pellgjet u mbledhse të rreshjeve që bien veri perëndim, sepse Shkodra, le të themi Boga, Thethi është zona më e lagësht, është zona e cila merr më shumë lagështirë dhe më shumë rreshje dhe ka dhe këto probleme, por qytetet të cilat përmbyten pothuajse që nuk kanë stin fare, është Durrësi, është Vlora, është Lezhë. Kam përshtypjen që e bën edhe Kina këtë, se do që të blejmë çadra. Ndoshta se ata prodhojnë shumë çadra. Si ishte kjo puna e Bill Gatesit? Çka ka bërë Bill Gatesi? Bill Gatesi ka ndërmend për qëllime ftohje globale, sigurisht, me qim palthonjë, sipas mendimit tim, kanë qef më nis një projekt për krijimin e reve artificiale. Që sipas mendimit tim ose si e vëmë re është diçka që po bëhet që tani. Mendon se po bën re artificiale në nivel më të ulët, domethënë në nivel shumë më të ulët se rret normale që bën. Nuk është asgjë e pamundur në ditët e sotme ti për të bërë re artificiale apo shiun artificial, është pak e vështirë për të monitoruar gjithë planetin. Sepse mund të jenë disa zona të cilat mundet ta kontrollojnë, po ti ke zona në Afrikë që nuk ka një stacion meteorologjik. Ti nuk e ke bën dot. Ke zona në zonat e varfra, sepse vërtet Kina
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina dhe India janë 3 ndotësit më të mëdha. Si ndosin ata? Ata ndotin nëpërmjet gjithë teknologjisë së lartë që kanë, ata janë ndotësit dhe shkaktarët kryesorë që kanë dioksidin e karbonit, metanit, azotit në nivele më të larta, sepse pikërisht janë gazet serë që kanë ndotur atmosferën dhe nga kjo atmosfera është ngrohur temperatura jo vetëm sipërfaqe ujore, por edhe sipërfaqe toksore dhe temperatura atmosferës, rritja e temperaturave dhe rrebeshet, konveksionet, shiu, breshëri, stuhit janë fiks si shkaktar i temperaturave të larta. Pra, temperaturat e larta kanë një konveksion të menjëhershëm duke sjell një stuhi e cila mund të prodhojë vetëm për 1 orë gjysmë rreshje të papërballueshme. A mund të moti në gjendjen që ka qenë? Çfarë duhet bëjmë ne? Ta lëm rahat një 10 vjet. Apo jemi shtuar shumë edhe? Është pothuajse e pamundur, edhe pse po bëhen çdo vit samite, edhe vjet është bërë samiti për ndryshimet klimatike, edhe vjet u zotua Kina, India, Japonia që do të ulte emetimet e gazet serë, pse Gjermania arriti që të kishte pothuajse 0 emetim të ndotshëm dhe 0 dioksid karboni, kjo edhe fal punës që bëri Gjermania, por edhe vetë India, duke qenë se ka një popullsi që cilën e mban me atë teknologjinë e rëndë që punon dhe që ka, patjetër e ka dhe të pamundur, sepse këtu futet edhe ekonomia. Se nëse India dhe Kina nuk do të kishin këtë teknologji dhe këtë prodhim dhe këtë djegje të gazeve serë në atmosferë, patjetër ndotësit do të ishin më të pak. Po për kë prodhojnë? Kush i ka këto nevoja kaq të mëdha ata? Prandaj po ndikonte moti se duan që të blejmë në rrobat e tyre. Ato prodhojnë për vendin e tyre dhe për gjithë botën tani. Kina po prodhon për gjithë botën dhe në fakt kush po e poson? E poson Afrika, Shqipëria, vendet e varfra të cilat nuk kanë mundësi të përballojnë ndryshimet klimatike. Ne pothuajse ne nuk është se kemi fabrika apo infrastruktura që përdor. Nuk është se kemi vetëm ndotës që kemi vetëm makinat që përdorim, kemi djegjen këto plerat, mbeturinat, kemi djegjen e pyjeve, kemi bërë gjithë infrastrukturën që ku ka patur gjelbërim është bërë beton dhe patjetër nëse del shëtit tek sheshi Skënderbej dhe temperatura 40 gradë që shënohet në verë, që tashmë çdo verë 40 gradë është normale, të duket si 50. A e ka fushin Kina për shembull, këtu flas duke marrë parasysh ata që besojnë te teoritë konspirative? Unë s'bëj pjesë fare tek besimi teorisë konspirative, sepse përderisa kam 20 vite që po punoj në këtë fushë. Dakor, dhe po studioj. Po është një pjesë dërmuese e njerëzve që mendojnë që Kina, një superfuqi me teknologji të avancuar, po t'i doj shefi mund të dërgojë një super stuhi në Europë dhe të përmbysi të gjithë Europën. Mendoj që është e pamundur. Pse? Po sepse unë e ceka dhe më herët që nuk është aq e lehtë për të krijuar një stuhi vetëm nëse do ta bënte me këto raketat e këto dhe kjo do ishte tjetër gjë. Ka një mundësi. Ose me tymet e avionëve. Kjo është ajo që mendoj unë dhe shumë njerëz që e bëjnë me tymin e avionëve. Po, patjetër edhe tymi ndikon në formimin e reve, por duke futur gjithmonë edhe gjërat e tjera shtesë. Edhe elemente kimike, si për shumë alumini, vjetëri që ka probleme në respiratore, ka probleme respiratore të njerëzit. Tymi i avionëve shkakton shira? Bën re artificiale. Tymi zakonisht edhe kur kemi shpërthimin e vulkaneve dhe tymi dhe gjithë ato grimcat shkaktohet një vranësirë dhe më pas duke i futur edhe argjent, alumin, akull, grimca kripe fillon edhe kristalizohen dhe më pas perceptohen edhe në formën e shiut. Ua, po tani bën sens gjithçka, këto linjat low cost që kanë shtuar. Ju kemi thënë për vitesh që i bëjnë re artificiale me ato vizat e avionëve. Ato supozohet të jenë vetëm avull uji. Edhe kjo është vuri që para 20 vitesh, domethënë mbas 25 ose 30 vitesh që këto nuk qëndrojnë 5 minuta në ajër, mbasi kalon avioni, siç supozohet qëndrojnë 5 orë. Hapen, krijohet një lloj batanie, megjithëse janë re që po preken gjatë gjithë kohës me njëri tjetrin, nuk ka vetëtima që shkaktohen. Pastaj shihen dhe elemente kimike, si për shembull bariumi, që është në ajër dhe po shkakton probleme me mushkëritë e njerëzve. Edhe do të thëjë një specifike që nëse aerosolet janë gjitha. Alumini për shembull në ajër po shkakton probleme me bletët, që do shkaktoj probleme shumë madhore nëse shkaktojnë probleme me bletët. Po me të bëj lidhje, çfarë mendimi ke për këtë? Domethënë që dikush ka hedh alumin në ajër dhe dikush ka hedh barium në ajër. Që i bi që dikush po hedh baal në ajër, BAAL. E kuptoj.
Kuptoni nga lindin teoritë konspirative. Ç'mendon për këtë Lajda? Po hedhin bal në Është kundër parimeve të Lajdës. Unë flas gjithmonë mbetem te kjo që duke u bazuar te këto dhënat reale, duke u bazuar ke monitorimet, edhe kjo mund të jetë, patjetër. Unë nuk e përjashtoj si mundësi. Megjithatë, ndryshimet klimatike janë vërejtur të paktën prej 50 deri në 70 vite. Dhe ti e ke parashikuar këtë? Kanë ende tiparet më dalluese janë në 30 vitet e fundit, por ndryshime klimatike ka patur, le të themi, në shumë vende më përpara. Nëse flasim për unë kam bërë edhe një studim për vendet skandinave, sepse vendet skandinave kanë patur edhe impaktin më të lartë të ngrojës globale, që do të thotë të paktën në 20 vitet e fundit aty nuk ka bërë një dimër i vërtet si kundër duhet bëj. Imagjino, ata nuk përdorin as kondicioner në dinin tim. Ata aktualisht në Skandinavi janë temperaturat 27 gradë dhe 27 gradë për skandinavit apo 33 gradë në Gjermani aktualisht janë 30, 31, 32, 30 Zvicra, Gjermania, Belgjika, Hollanda, Britania e Madhe, e cila shënoi edhe në 2023 rekord 40 gradë Londra, që nuk e kishte shënuar prej 100 vitesh. Kjo të bën që ti të mendosh që klima po ndryshon, që ngroja e globale ekziston, sa vjen domethënë nga viti në viti, po e verifikon këtë që sepse ne kemi patur 2022-shin, e 23-shin, 2024-ën, 2025-ën, flasim vit më i ngrohtë, se ato unë i kam parë dhe i kam bërë vetë që temperatura mesatare vjetore është më e lartë. Pra, në gjitha në 12 muajt e vitit, ti nuk ke asnjë muaj që është me temperatura normale. Janë gjithmonë mbi. Cili është maksimumi që mund të dalë temperaturat? Disa janë 1 grad, disa 2, disa 3 grad, se flasim për mesatare mujore, dhe më pas për mesatare vjetore. Pra, vera 2023 ka thyer rekorde historike ku shënuar dhe 48.8 gradë në Sirakuz, u thye rekordi historik në rang kontinental, u shënu temperatura 43.6 në Elbasan. 43.6? Po, flasim për temperatura të matura në hije, dhe është ndjerë si 50, dhe vërtet vera e 2023-shit ishte më nxehta, po si vit ka qenë viti 2024-s, si viti më i nxehtë deri më tani në rang global. Dhe kishim temperatura në Kanada 50 gradë, kishim temperaturën 40 gradë në Britani, kishim në Indi temperatura 49 gradë, do më thënë i gjithë u quajt atëhere edhe Luciferi, sepse që qëndroi për 3 javë, ishte një val e nxehtë afrikane dhe këtë unë nuk mendoj që këtë ta ke dërguar Kina. Prandaj po rriten temperaturat. Po dëgjoja së fundmi edhe në lajme dhe ka nisur që tani jemi vetëm në muajin maj, temperatura 40 gradë, çka nuk është normale fare, të paktën për pjesën e Europës perëndimore dhe ishin shënuar edhe fatalitete dhe njerëz që kanë humbur jetën. Valet e të nxehtit kanë dhe numrin më të lartë të fataliteteve për sa i përket katastrofave natyrore, numri më i lartë i fataliteteve është pikërisht dhe ndaj quhen edhe vrasës i heshtur. Po çfarë do ndodhi, ne do mbylemi në shtëpi Lajda, se s'do i shpëtojmë dot vapës? Valet e të nxehtit kanë nisur nga Portugalia dhe Spanja, pikërisht aty është epiqendra. Valet e të nxehtit aty dëshënojnë dhe maksimumin e tyre, flasim 39 gradë, 39 gradë për Spanjën në këtë periudhë që jemi në verende. Po, është shumë shpejt për të patur, se zakonisht ne goditemi nga këto valë, kryesisht korriku dhe gushti. Më tepër i kemi gjatë korrikut, por edhe në fillimin e gushtit kemi her pas here. Por kemi patur nga viti në vit që këto na vizitojnë kur këto duan, ka raste që kemi patur edhe në shkurt dhe e kemi quajtur madje në një nga mediat shkurti afrikan, që është e jashtëzakonshme që ti të kesh një qarkullim të masave ajrore, ne zakonisht qarkullimin e kemi kryesisht perëndim, jug perëndim. Në raste më të rralla, me zdeo flasim, klima mesdhetare. Në raste të rralla ka qarkullimi i cili vjen nga lindja, vjen nga verilindja, është ose ndryshe Siberia, kur kemi shumë pak ditë të ftohta, por kryesisht i kemi perëndim, jug perëndim. Ne kemi patur që në ver kemi qarkullim nga veri i Afrikës, ka raste nga qendra e Afrikës apo nga Saharaja që po na vizitojnë. Që do të thotë, ndryshimet klimatike kanë bërë që fenomenet ekstreme të jenë shumë më tepër prezente, këto me studime të para dhe të vrojtuara, jo me studime të parashikuara. Do bëhemi si afrikanët? Por jemi ai shumë? Por me temperaturat e larta? Absolutisht. Do ndodhi. Mund të ndryshojë dhe lëkura jo? Ne brezi ynë 40 gradë
ne themi normale, se e kemi përjetuar të paktën 20-30 vite, ndërkohë nëse pyesim gjyshet ose mamat, ju duket e jashtëzakonshme sepse atëherë 40 gradë ishte shumë rrallë. Vajza ime, që është 5 vjeç e pak, 5 vjeç e gjysmë. 44 gradë, do t'i duket normale. Do t'i duket që ka kohën. Pa, për shtatë do të njeriu në këto temperature? Dikush pa e shtyp butonin se i çmendur, ë? Janë këto me që shesin kondicioner, kompanitë e kondicionerësh. Ose këta që na përzi rracat. Presim që vera të jetë nxehtë. Kjo verë do jetë nxehtë. Kanë filluar valet e të nxehtë që në maj pritet të jetë nxehtë, do jetë një verë e cila do shënojë temperatura, sa do të jetë ekstremi ende kjo nuk dihet. Nëse ne do ta thim rekordin e 43.6 gradë që është temperatura e 2023-shit, se ne kemi patur edhe më duket në vitet 70 afërsisht 49 gradë në Kuçov, po është një temperaturë e matur. Atëherë tashmë teknologjia ka avancuar, sistemet matëse apo stacionet meteorologjike janë automatike, ka një saktësi shumë më të lartë. Kanë saktësi, se ndonjëherë njerëzit mendojnë që sikur parashikimi i motit gjithmonë është i gabuar. Jo. Nëse ndjek parashikimin e motit aty ku duhet, asnjëherë nuk është i gabuar. Flasim për parashikim afat shkurtër. Tani ja do them edhe diçka tjetër. Në 20 vitet e fundit, që nga Metofisi, që është në Britani dhe jo vetëm parashikimet në Shqipëri, flasim për parashikime në rang botror, në rang europian, ndryshimet klimatike kanë bërë që të çedojë saktësia e parashikimeve afatgjata. Dhe unë po e vë re edhe vetë, dhe jo vetëm unë, për gjithë meteorologët, që do të thotë, ty fenomenet ekstreme, duke qenë si i ke shumë të shpeshta, po të përmbysin parashikimin afatgjat. Një fenomen ekstrem, si kundër e thash më përpara, parashikohet 3 apo 4 ditë përpara që ty po të ndodh një ngjarje. Unë nuk mund ta parashikoj që ne do të kemi një stuhi në 20 gusht. Është e pamundur të parashikoj. Vetëm nëse shtypet butoni. Vetëm nëse shtypet butoni. Nëse shtypet butoni. Edhe por në momentin që unë bëj një parashikim afatgjat dhe them që do kemi një stim të nxehtë, të thatë, një parashikim, një ngjarje meteorologjike dhe fenomen ekstrem, ty të përmbys parashikimin se ti ke një përmbytje më pas. Stinot nuk kontrollohen. Nuk ka një buton. Ose në të ardhmen a do mundet njeriu të kontrollojë stinën? Nuk ka një buton, ka një avion. Do ishte mirë të kontrolloj. Do ishte mirë ta bënin për ne, jo kundër nesh. Do ishte mirë ta bënin për ne të kontrolloj për ngjarjet që po ndodhin së fundmi dhe çfarë po sillin ndryshimet klimatike. Problemet janë mjaft kolosale në bujqësi. Bujqësia është e para. Po mendon njëri për bujqësinë? Po, sepse po bujqësia më pas janë të lidhur drejt për së drejti me atë çfarë ne ushqehemi. Po ushqimet po krijojnë laborator, kështu që fundja. Mendon se po mundohen me i shtyp fshatarët me këtë mënyrë. Kjo është ajo që jepnin, i thonin kamerës 3 vite rresh mos gaboj ka ndodhur në Kanada. I binin kokrat e breshërit, siç po flisnim sa kokra shalqirit, i është dëmtuar të mbjellët, edhe ai fshatari ishte duke qenë, domethënë kam pa një burr në intervistë 60 vjeç duke qenë dhe thotë na po na e bën shteti këtë. Bashkë me plus si kishte rënë një borë e çuditshme që mund ta digje me çakmak. Borën mund ta digje me çakmak. Breziua ja han të borën. Që tregon që ka plastik brenda, ka diçka brenda. Nuk jam brez shumë i vjetër. Brezi i prindërve tanë. Dies Lajda. Po ti e yll. Këtë që po thot djali tash për këto teoritë konspirative nuk se beson. Jo, ende nuk jam futur në këtë pjesë që mund të dyshoj dhe të besoj, po do ta shikoj. Po për ta centralizuar, i shkatrojnë shalqitë e fshatarit që të bëjnë pastaj shalqi vetëm nga korporatat e mëdha, nga shalqi me shiringë. Megjithatë politikat, jo, s'është dakord. Në përgjithësi, jo, nuk në përgjithësi bazohem tek gjëra gjithmonë tek gjëra të faktura dhe reale dhe nuk mund të flas edhe kur më është bërë një pyetje atëherë për këto plakat që kemi ne të famshme, për të folur edhe për teorinë e plakave që ne kemi. A janë plakat në Mars në Prill? Po janë një shpellë ato. Kanë ngrirë aty. Nuk ka një fakt shkencor dhe unë nëse do më duhet ta studioja. Kush ka kërkuar? Në pikërisht se ka kërkuar njëri, po për ta studiuar duhet ta studiosh për 30 vite, 30 vite. Janë gjithmonë fshatarët e zonës. Ata që i kapin këto fenomene. Si indianët e parashikojnë motin me anë të lëkurës. Tjetër gjë që media pastaj nuk i jep vëmendje. Këto nuk janë ndonjëherë 100% vërteta. Teoritë konspirative nuk janë ndonjëherë 100% vërteta. Si për shembull edhe ngroja globale është shumë e pavërtetë që themi që nuk ekziston, se thjesht kanë fakte që kemi makina dhe fabrika që nxjerrin tymë ekziston. Thjesht bazika. Por kemi dyshime se po e fakton sepse më përpara, unë e thash edhe më përpara 30 viteve ishin
ishin ende të ndarë në dy pjesë i gjithë globi, ku një pjesë ishte që ekziston dhe një pjesë ishte që nuk ekziston. Tashmë është tjetër gjë se kush po e shkakton ngrohjen globale dhe është tjetër gjë a ekziston apo jo, që ekziston ajo ekziston se ne po e shohim, po se kush po e shkakton më pas janë gjëra të tjera. Ne thjesht kemi dyshime se na thon na shtyn narrativën në pjesë që nuk duhet shtyr thjesht për faktor ekonomik ose faktor për të friksuar popullin, si për shembull rritja e nivelit detit. Ka pas nga kjo buron thjesht nga një domethënë logjike thjesht që akulli është më pak i dendur se uji si material dhe shumica e icebergëve janë 30% jashtë ujit, 70% brenda ujit, që domethënë me logjik thjesht nëse do shkrinte do ulej niveli i detit. Po jo, ne flasim me fakte që sipërfaqet ujore kanë një nivel rekord në rritje dhe paqësori në 2023-2024 kanë qenë 30 gradë dhe kjo është e jashtëzakonshme. Sipërfaqet ujore janë ngrohur dhe niveli kjo me fakt të bërë nga shkencëtarët që niveli i akullve qoftë në Antarktikë kanë rënien dhe shkrirjen në nivelet më rekordet historisë, sidomos 2022, 2023, 2024. Po zhduken pinguinët. Pra, po shkrihen me një shpejtësi jashtëzakonshme. Edhe El Niño, fenomeni që sjell temperatura të larta, është një fenomen natyror. Mendohet, po ende është duke u studiuar, mendohet që nga ndryshimet klimatike është më i fuqishëm siç ishte La Niña që ishte përpara një viti dhe nuk i pat efektet e saj. Që kanë çift problematik. Leta ti nuk mendon që moti kontrollohet, ama bie dakord që unë mendoj që moti parashikohet dhe monitorohet, por ende jam e pa bindur që mund të sepse është e pamundur moti, ti mund kontrollosh një zonë të saktuar, por nuk mund kontrollosh gjithë planetin. Po patjetër. Patjetër, ne e tham që është fakt që në Dubai është krijuar stuhi artificiale. Pra në këto vende të zhvilluara që kanë teknologji të avancuar. Po mund të bëhet. Mund të kontrollohet, por nuk mund të bëhet për të gjithë planetin sepse vetë atmosfera është kaotike, është shumë komplekse dhe është e pamundur që ti të mund kontrollosh gjithë atmosferën. Ndërkohë ngrohja globale ekziston. Po, tashmë është vërtetuar dhe ekziston se kush dhe nga kush dhe shkaktarët dhe po e bëjnë qëllimisht apo jo, kjo pastaj mbetet për të diskutuar. Cili është maksimumi i temperaturave që do përjetojmë? Po le të themi bëj një parashikim ndoshta edhe për 10 vitet e ardhshme. Deri në 2050 pritet që trendi i temperaturës mesatare vjetore dhe në Shqipëri, por edhe në rang kontinenti të jetë më i lartë. Pa diskutime edhe në gjithë globin. Tashmë samitet po bëhen që nga marrëveshja e Parisit që nuk duhet ta kalojë 2.5-3 gradë mesatarja globale, sepse do të ishte një katastrofë. Nuk duhet. A do të arrihet kjo? Ata janë ulur dhe kanë biseduar që të ulin emetimin e gazeve serë. Do mbjellin pemë. Që të shkoj i gjithë kontinenti drejt zero emetim si Gjermania dhe energjinë që e ka të gjelbër dhe çdo gjë që të mund arrihet kjo. A do arrihet se nuk është kjo nuk logjika sepse hajde po ju japim njerëzve makina elektrike që mos ketë më emetim të dioksidit të karbonit në Kina, po ti po i prodhon gjithsesi. Janë Kina, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Japonia, por India që kanë efektin më të madh të dëmshëm në atmosferë dhe vetë fuqitë e mëdha ata e kanë në dorë dhe ata e kanë. Ata bëjnë samitet. Po, ata bëjnë për gabimet që i bëjnë vetë. Të paktën çfarë diskutohet në ambientet shkencore për sa i përket klimës është plani kryesor i samitit të vjetshëm dhe këtë ka marrë pjesë dhe Shqipëria për herë të parë në Azerbajxhan, ishte që të kishim sistemet e monitorimit të paralajmërimit të hershëm. Qartë. Pra, të futej sistemi i paralajmërimit të hershëm për ngjarjet ekstreme ku ndodh ngjarja dhe që të paktën të shpëtojmë jetët njerëzore nga fenomenet ekstreme. Kjo që është fakt dhe që dihet që është një projekt i cili duhet i gjithë globi deri në 2027 duhet të jetë i pajisur sipas pikës kryesore, kjo ishte pika kryesore që u bërë në samit, duhet jetë i pajisur me sistemet të paralajmërimit të hershëm. Pra, ti ke një sistem alarmi nëse ty po të vjen një ngjarje dhe fenomen atmosferik. Njoftohesh paraprakisht. A do të arrihet kjo apo jo? Jo. Në të gjithë globin.
Po ngritja e nivelit të ujeve, të ujërave, është e vërtet vjetër ajo? Për sa i përket rritjes së nivelit, këto i lidhin më shumë edhe me shkrirjen e akullnajave. Patjetër kjo është një teori që edhe le për të diskutuar edhe jo, por nuk e mendoj shumë këtë. Nuk e besoj shumë. Ka qenë një grup studimi Reich ose Reich, se nuk e di si lexohet, mos gabojishin austriak ose gjerman që po e bënin këtë studim në Kanada, që ka ca akullnaja. Edhe është ajo që po thoje që logjika e thjeshtë është që akulli është më pak i dendur se uji, si material, kështu që nëse shkrin duhet të ulet niveli i detit. Dhe pastaj kam përshtypjen se kjo është mashtrimi që donin me na thonë dhe pastaj e kuptuan më vonë që ka diçka që nuk shkon. Dhe pastaj duhet të themi që akullnaja nuk është ose akullnajat nuk janë si për akullit që është më tepër akull poshtë, është një tokë poshtë. Kështu që i bie që dikur uji që ka ngjitur në formë të tillë sipër tokës dhe pastaj ka ngrirë. Shiko, unë ky grupi po shifte që nuk ka tokë poshtë. Ta në zonën Kanada. Studimi u hodh poshtë komplet sepse ka akull aty. Unë e thash edhe më përpara, sepse ato po thoshte edhe Nada që po ndodh natyralisht. Dora e njeriut ka bërë që natyra të na e kthej me të njëjtën monedhë me çdo gjë që po ndodh. Pra është dora e njeriut që ka ndërhyrë, të cilët ka bërë çekuilibrimin e klimës, po marrin veten në shaf, devijimin, deformimin e stinëve, jo zhdukje totale, se nuk mund të flasim ende për zhdukje të stinëve, po ka një deformim dhe mendohet që edhe stinës së dimrit ti vendosi një emër të ri, sepse vërtet? Gjysmë dimër. Po sepse ne nga 3 muaj dimër në maksimumi 3 deri në 4 javë dimër përjetojmë. Vërtet, po, është ngrohtë. Kështu që është shkurtuar dimri dhe është zgjatur vera. Dhe kështu që edhe ka ardhur dhe momenti në fakt që edhe plagjet tashmë kur ne bëjmë krahasimin rreshje normale mbi normën, sta norma, temperaturën siç e thash pak përpara unë maj duhet ta ketë 25 gradë, ka ardhur momenti që duhet ndryshuar këto pragje dhe këto vlera sepse tashmë 25 gradë nuk ka patur asnjë ditë maj, maji ka patur gjithmonë 26. Emërtimet e stinëve, do kemi më shumë stinë, më pak stinë, i çik ver, i çik pranver do janë. Janë të deformuara, nuk është stina, nuk janë stinët klasike, sepse unë e thash vera është shumë e gjatë, shumë e thatë, shumë e nxehtë dhe dimri është shumë i shkurtër dhe shumë i ngrohtë dhe shumë i butë. Interesante. Si do të jetë Shqipëria pas 30-40 viteve? Po mendohet që nëse vazhdojmë me këtë ritëm të jemi si klimë tropikale? Si klimë tropikale. Do mbjellim banane? Patjetër. Kivit kanë filluar. Kivit po. India edhe me klimë edhe me banor, me popullsi. Sepse duke qenë se ne zakonisht kemi patur temperatura më të larta, territori shqiptar ka shënuar temperatura më të larta të paktën në 30 vitet e fundit dhe qarkullimin e masave afrikane e kemi shumë të shpesh tashmë, na vizitojnë shumë shpesh balet e të nxehtit. Nëse përpara viteve 90 ishte një herë në 2 apo në 3 vite ne i kemi çdo stinë të verës, ka raste vinin qeshor korrik gusht, tani vin maj qeshor korrik, ka patur qarkullim nga veri Afrikut që kanë ardhur që në shkurt, pra që ose edhe në pranver, i bie që ne duhet të përgatitemi. Unë mendoj që duhet të përgatitemi që na presin temperatura të larta. Ekstreme. Kjo nuk e ndryshon faktin që ne të kemi edhe një thyerje rekordi të temperaturave të ulta, se mund të kemi një dimër në të ardhmen që mund të shënohet minus 30 gradë në Kukës ose në Korçë, po mund të jetë një ditë. Dhe kjo, unë e thash dhe më herët, edhe nëse do të kemi një dimër të acartë, kjo nuk e ul trendin e temperaturave të larta që janë deri në 2050, në fakt që kanë bërë unë atë studimin, kuptohet me të dhënat reale që janë marrë, ashtu si ne i gjetëm të dhënat siç janë nga 1950, me trendin që temperatura do të jetë në rritje. Ndoshta duhet të dem një shtëpi në mal. Do të vi momenti që edhe zonat malore do jenë sikundër kemi parë që në asnjë dimër që unë të paktën kam një 5-6 vite që do doja ta festoja vitin e ri në Korçë me dëbor dhe nuk kam patur dëbor. Viti i ri do jetë vetëm me bikini. Ka shumë vite që nuk. Është konfirmuar me sa duket stinët do zhduken njësoj si shtresa e mesme, që nuk ka ekzistuar. Për sa kohë që toka rrotullohet rreth diellit, stinët do ekzistojnë edhe pse deformuar apo ndërhyr nga njëra tjetra dhe kjo është një gjë që unë nuk më pëlqen ta pranoj dhe ta them. Nuk do të dua ta besoj, por se çfarë mund të ndodhë më vonë. Do përshtatemi. Mund të kemi vetëm një stinë gjithë vitin. Bill Gates pas mëshirë për ne.
Me që ke gjithë. E shoh që s'bini dakord në asnjë pikë. Lajta, ke një gjë për cilën do dohesh njerëzit ta mendonin një herë? Unë do bëja disa këshilla pak më afatshkurtra mendoj për këtë verë, për të gjithë njerëzit. Kjo verë do jetë e nxehtë, patjetër, nuk do të mungojnë stuhit tropikale dhe ciklonet. Kjo edhe për shkak, duke qenë se ne presim temperaturat larta, është e pritshme që të jemi duke shijuar një ditë plazhi në dërmi dhe të kemi një mini ciklon që do ketë një mini ciklon i cili ka rrebeshe që mund zgjasin deri 30-40 minuta, ndonjëherë të fortë që mund të jetë edhe më fort nga ç'duhet dhe më pas qetësim të situatës. Ku duhet i bëjmë pushimet që mos ta prishet Terezia? Do t'i kemi prezente të gjitha, edhe temperaturat e larta, edhe vapën, e theksoj që duke qenë se e cekëm edhe pak më herët për valet e të nxehtit që janë quajtur ndryshe dhe vrasës i heshtë për moshat e treta, për fëmijët, nuk është mirë ekspozimi dhe të bëjnë pushime, të ruhen pushimet për këto mosha në periudhën e korrikut apo fillimit të gushtit ku presim edhe pikun e temperaturave të larta, se nuk mund të shijoj një ditë 43 gradë një moshë e tretë apo një fëmijë. Është ekspozimi nga ora 11 deri në orën 3, është intervali më i nxehtë për gjatë 24 orëshit. Mirë është që të mos ekspozohen në ambiente të hapura. Flas gjithmonë edhe për këtë mosha, pastaj ne që jemi të detyruar që të shkojmë në punë. Do durojmë çdo vend. Do përpiqemi të gjejmë ku kemi gjelbërim dhe hije. Duhet të them, në vështirë. Po duhet të them që janë temperatura të matura në hije, sepse këto janë standardet dhe rregullat e Organizatës Botërore Meteorologjisë. Nëse Tirana shënon 40 gradë, nëse unë them që presim 40 gradë në Tiranë, në Sheshin Skënderbej apo në një ambient të zhveshur ndihet si 49. Pra, ne e ndjejmë si 49, edhe pse realisht ajo temperaturë është 40 gradë. Pa diskutim që është 3-4 gradë më freskët tek liçeni ose Unë mendoj që edhe kjo është një lloj lufte. Edhe një lloj karantinimi, edhe fakti që temperaturat janë ekstreme dhe njeriu duhet hidratimi duhet të jetë në nivele maksimale për sa i përket verës, kjo edhe për shkak të mos patur këto fatalitete. Dhe duhet izolohemi. Dhe në fakt Europa në 2023-shin nuk e mbaj mend të shifrën, por ka patur një shifër rekord me fatalitete për valet e nxehtit dhe për 3 javë që ishte Luciferi mbi tokë. Luciferi. Shoferat autobusave paqen më shirë për ne, bashkë me Bill Gatesin. Se u rritet çmimi biletës tani. Lajta, shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Edhe për mua. Nuk e di çfarë i urohet një meteorologe, po uroj të kesh shira në jetën tënde. Ne zakonisht dielli është më shumë. Po, ne zakonisht un jam tip që i pëlqej shiun, jam një tip që unë e pëlqej vjeshtën, unë vjeshtën preferoj edhe pse po më zhduket dal nga dal si stin. Do bëj një kujtim. Ne jemi në nivele shumë të larta pune tani në stinën e verës, sepse kërkon edhe një angazhim maksimal. Unë e theksova edhe pak më herët që vetë këto ndërhyrjet dhe ndryshimet klimatike, fenomenet ekstreme kanë bërë që ne të kemi shumë vështirësi në një parashikim afatgjatë. Kur flas afatgjatë, flas për parashikim mujor, stinor, vjetor, shumë vjeçar. Për zgjedhjet vitin tjetër, si do jetë modi? Mendoj që do ta kemi krijuar butonin deri atëherë, do ishte gjë e bukur dhe të shtypnim butonin. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Edhe për mua. Kujdes me butonin, mos e lëshoni shumë dorën. Nga ne, natën e mirë, takohemi në episodin e radhës.